Në përvjetorin e 25 të dhomës amerikane të tregtisë në Shqipëri, mes fjalimeve diplomatike dhe festimeve zyrtare, u artikulua qartë një mesazh kritik për qeverinë shqiptare. Korrupsioni vazhdon të jetë pengesa kryesore për klimën e biznesit dhe investimet amerikane. E ngarkuara me punë, ambasadën amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn, nuk e fsheu zhgënjimin për mungesën e progresit real në luftën kundër abuzimit me pushtetin dhe mungesën së transparencës në rregullat e lojës për bizneset. Duke folur në një aktivitet ku vlerësua roli i dhomës amerikane të tregtisë si urlidhëse mes biznesit amerikan dhe ati shqiptar, Van Horn përmendi qartë se Shqipëria ende përballet me sfida të mëdha për garantimin e konkurrencës së ndershme dhe përmirësimin e transparencës rregullatore në një mënyrë të tërthort, por të kuptueshme. SBA-i dërgon një paralajmërim qeverisë. Tregu shqiptar do të vazhdojë të mbetet i oshës vetëm për klientelën dhe oligarkët nëse nuk zbatohen rregullat të qarta, të barabarta dhe të zbatueshme për të gjithë. Shqipëria vazhdon të punojë drejt një mjedisi më të përmirësuar biznesi, por ende mbeten disa sfida të rëndësishme. Garantimi i konkurrencës së ndershme, duke përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe rritja e transparencës rregullatore janë thelbësore për të çliruar potencialin e plot ekonomik të Shqipërisë. Krijimi një fushë loje të barabartë mund të sigurojë që bizneset amerikane të veprojnë dhe të kenë sukses këtu si edhe të tërheqë më shumë investime amerikane, tha ajo. Në një moment kur ekonomia shqiptare përpiqet të tregojë stabilitet dhe qeveria promovon reformat në konferenca ndërkombëtare, SBA zbret debatin me këmbë në tokë. Reformat e vërteta nuk maten me ligje në letër, por me zbatimin e tyre kundër korrupsionit, monopoleve dhe manipulimit të tregut nga pushteti politik. Ironikisht, ndërsa në SAU përmendej si shembull pozitiv ndonjë rregullore tatimore ose vendim për energjinë. Thelbi i mesazhit ishte i qartë: pa pastrim të sistemit dhe pa ndëshkime për abuzuesit, Shqipëria nuk mund të jetë një treg i hapur për investitorët serioz perëndimor.